edhe president, po zgjedhje nuk besoj, për shkak që jam i bindun që edhe Vjosa Osmanin ka me mbështet opozita në moment fundit nëse nuk kemi një kandidatur tjetër për t'i ikur zgjedhjet. Pra nuk është diçka që nuk ka zgjidhje, po të ka vullnet politik, por fatkeqësisht ose njëri kryesor që ja vështirëson këtë punë Vjosa Osmanit është vetë Albin Kurti, sepse në 2021 nuk pat kush që nalë dhe bani presidente, pra nëse zgaboj ka pas një ose dy deputet ma pak, e tash qysh nuk po mundet me njek rrugën e njëjtë prap me bë zonin Osmani. Por faktikisht po del që është diçka përtej dëshirës dhe ndoshta kjo konkurenca politike shpeshherë vendos edhe në sfida cilat i ki vështirë me mbështet nëse shë rritje. Por gjithsesi është me rëndësi që të kemi president ose presidente dhe mos të kemi zgjedhje. Ana tjetër, është armiku kryesor dhe rreziku potencial i zgjedhjeve për shkak që kemi vetëm një javë mundësi për gjetur